5 vjet pas largimin nga Kabuli, Donald Trump kërkon të arrimar bazën ajrore të Bagramit, një fortesë që ka shkruar historinë e Afganistanit. Ne u adham falas talibanëve, e duan përsëri, paralajmëroi ai. Bagrami nuk është thjesht një bazë, 2 pista gjigante, mira ushtar, spitale, burgje dhe gjak. Nga sovjeteket të aleanca veriore, nga talibanët të NATO, Bagrami ka qenë gjithmonë zemra strategjike e pushtetit. Sot, Trump thot një orglan nga Kina dhe fuqia globale që mund të ndryshojë gjithçka. Por talibanët thonë, kjo tokë është e jona, nuk dorëzohet. Një refuzim që sfidon çdo ambicie amerikane dhe mban legitimitetin e tyre. Ekspertët paralajmërojnë, rrimarrja është pothuajse e pamundur, por Trump nuk dalet, përdor kërkesën si monedhë negociuese për armë, pajisje dhe ndikim. Bagrami nuk është thjesht një bazë ajrore, është simbol i pushtetit, strategjisë dhe influencës globale, dhe çdo vendim mbi të mund të ndryshojë lojën për të gjithë rajonin.